këto da nisim analizën me Ilir Kalemaj, mirë se erdhe, mirë mëngjes, do t'jemi së bashku sot edhe do të na bashkohen në fakt edhe politikan, por gjithashtu edhe analist. Nisim edhe me Leonard Dimitron, mirë se erdhe, faleminderit të Dimitron. Ta nis me ju, a është risi se e thash pak më parë që dhe opinioni publik dhe analiza ndahen nëse ka bërshou s'pak BKH-ja dhe ka rritur ose jo në kohë ti parandaloj ato ngjarje që pretendojnë publikisht dhe i thonë në subjektet politike, apo ka një rëndësi të veçantë prezenca e tyre sot në terren që ka qenë besoj edhe gjatë gjithë fushatës? Sigurisht që ka rëndësi jetike, mund të themi prezenca e strukturave të prokurorisë posaçme dhe të byros kombëtare të hetimit, sepse Shqipëria gjatë gjithë këtij tranzicioni 30 vjeçar ka treguar që gjithmonë ka pasur procese zgjedhore me problematika jo të vogla, le të themi, dhe po t'i referohemi dhe raportit të OSBE Odirit të zgjedhjeve të fundit, kanë qenë të shumta problemet me zgjedhjet dhe në një kohë që kryeministri thotë se Shqipëria është afër objektivit për të antarësuar në Bashkimin Evropian, atëherë pika e parë është të bëjmë zgjedhje me standarde. Dhe ky është një bazë që nuk i takon vetëm politikës, por tashmë edhe strukturave të posaçme të ngritura enkas për të luftuar krimin dhe korrupsionin. Dhe në këtë pikpamje edhe prezenca në terren e oficerëve të BKH-s apo e prokurorëve të SPAK-ut është jo vetëm risi, por duhet themi edhe me ndikim konkret në terren. Si klasa politike, ashtu dhe administrata zgjedhore duhet të provojnë se këto zgjedhje duhet të jenë të paktën më të mira se ato të mëparshmet. Pra duhet të jenë zgjedhje me standarde dhe kjo është një nga sfidat e këtij procesi zgjedhor përtej, si thuaç, konfigurimit politik që do të sjellin zgjedhjet e 11 majit. Ndaj dhe OSBE Odiri është këtu me një mision dhe shumë vëzhgues, po ashtu besoj që këto zgjedhje janë në fokusin edhe të partnerëve tanë, të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Jo më kot ambasada amerikane, javën e fundit, ka reaguar me postimet posaçme lidhur me të drejtën e qytetarëve për të shprehur vullnetin e tyre në mënyrë të qartë dhe të pa intimiduar, por megjithatë sinjalet dhe indikacionet janë se edhe këto zgjedhje do jenë me shumë problematika dhe referuar këtu jo vetëm asaj çfarë pam në fushatën zgjedhore, ku një pjesë e madhe e administratës u përfshi dhe u angazhua në procese që i takojnë një force të caktuar politike. Dhe kjo është flagrante në kuptimin ku edhe mund kishte ndërhyrë SPAK, kur unë thash që opinioni publika apo edhe analiza ndahet këtë kisha, edhe politika, këtë kisha në konsideratë se kanë patur pritshmëri më të larta për të vepruar në terren, për të parandaluar të gjithë atë se çfarë mund ta diktojë procesin. Do t'i shohim rezultatet si thua e gjithë punës së SPAK-ut në terren, ndoshta edhe ata do të bëjnë një rezume të punës së tyre mbas ditës së sotshme dhe në vazhdim, por indikacionet kanë qenë shqetësuese edhe sa i takon përfshirjet së administratës në zgjedhje dhe burimeve shtetërore, por edhe gjuhës së përdorur gjatë fushatës zgjedhore, etikës së papranueshme që kemi parë në Dimitro, sot që ne flasim, duke sikur është thënë pak ose është vënë theksje pak, por ministri i Brendshëm në detyrë kandidon në listë të hapur dhe mendon një numër të lartë të votave. Pra janë disa ngjarje që edhe janë denoncuar, edhe do t'i shohim nëse pastaj se dalim me këteza tjetër, që mund t'jenë edhe alibi që ngrejnë subjekte politike, a ka prova se kanë përdorur mjetet apo administratën. Prandaj thash që çështja e SPAK-ut do t'ishte nëse do kishte ndërhyrë më herët. Megjithatë unë them që të presim. Ndërkohë Kalemaj,
Janë 2412 vëzhgues vëndas, 45 do t'i citoj se më ngacmoj ajo se çfarë tha redaktori. Nga organizata vëndase, 925 vëzhgues të huaj nga 30 organizata dhe institucione ndërkombëtare, 2120 vëzhgues afatgjat dhe 1217 vëzhgues afatshkurtër, 54 media vëndase të huaj që do t'jenë në terren për të ndjekur dhe për të raportuar mbi ecurinë e procesit zgjedhor. Duken kështu është shifra. Po ti mendon se këto apo SPAK dhe strukturat që janë ngritur do të japin kuptimin e plot mbarvajtjes të procesit? Ida ka dy elementë. Është një element janës formale, ajo që ju sapo përmendët, që në fakt duket se ku po voton Kina e madhe dhe jo Shqipëria e vogël, dhe pastaj vazhdon procesi numërimit me ditë të tëra derisa të certifikohet rezultati. Dhe nga ana tjetër ana jo formale, pra te ana formale futet edhe SPAK-u, BKH-ja e gjitha këto me radhë. Pse them këtë gjë? Sepse deri dihet paktën dhe sot në orët e para të mëngjesit kemi bërë denoncime të opozitës, po jo thjesht denoncime si ato që kemi mësuar, po denoncime që ka shkuar kandidati dhe ka kapur administratorin e një njësie në Mat apo në Peshkopi apo në Malsinë e Madhe apo në Lezhë, dhe çuditërisht janë qarqe që zoti Rama ka theksuar që kërkon një mandat më shumë, apo në Elbasan. Dhe janë kapur me presh në dorë. Për shumë në Mat ishte kandidate e femër e Partisë Demokratike dhe ishte e filmuar dhe ishte me foto, pash që kishte administratori njësisë atje, kishte bërë lista fletat e votimit gati, me emrat dhe me mbi emrat për katës dhe natyrisht me votimin e pesës për Partinë Socialiste, dhe nga ana tjetër kishte ato legalizimet edhe qokat çfarë do të radhës. Pra shkon vetë kandidatja, e kap me presh në dorë. Dhe çfarë ndodh në fakt? Deri tani ne kemi parë të arrestuar, apo jo të arrestuar, por për ndjekje penale, vetëm kandidat për deputet opozitës. Pra nuk kemi para asnjë nga mazhoranca deri tani. Për shembull, dje ishte kandidati për deputeti i opozitës Gjin Gjoni në Lezhë. Ajo ishte fare absurde njerëz, se një njoftimin e policisë shtetit, e cila ishte shkruar shkeleshko, me emri Partisë Demokratike që deformuar, thuaj që kandidati është në ndjekje penale se kishte shkuar në shtëpinë e një shtetasi për t'i kërkuar votën. Tani unë nuk di që në kodin penal apo kodin procedurës penale ti shkosh në shtëpi dikujt për t'i kërkuar votën që nga vepër penale, vetëm nëse kjo është shtuar sfundi dhe ne nuk dim gjë. Vetëm nëse ndodh. Po kështu ishte njoftimi i policisë. Po kështu ishte njoftimi i policisë. Në heshtjen zgjedhore ti nuk u guxon të bësh. Po nuk thuaj është zgjedhore aty se aty ndoshta kishte qenë një ditë më parë, domethënë se deu dha njoftimi. Po qen korrekt ose realisht. Po, absolutisht, pra, do me këtu, do me shkuet në kaq, tani, edhe është e zgjedhore, ne jetojmë në Shqipëri, ne edhim të gjithë që askush... Ase statuse nuk kanë bërë, nuk e një tani ja kanë gjurmuar dhe ja kanë shkuar që ti... Po, absolutisht, po do me thënë kanë bërë takime në kafenera, kanë bërë... Fushata është e pandëprep, se fushata këtu fillon ditën që fillon fushata... Në periferi, për shumë, ka pas disa raste me prezencë lartë policisë. Me që morët atë rastin e Kosovës. Në Kosovë, për shumë, ju e dini që kryeministri Kurti ndëshkuar me gjop nga KQZ-ja e Kosovës, vetëm për përdorim eksesiv të gjuhës në fushat. Zoti Rama këtu s'ka lënë gjë pa thënë. Qyryk poje, autik poje. Domethënë çdo lloj terminologjie fyese për kundërshtarët, mos dilni të votoni, intimidim, mos dilni të votoni, po kundërshtarët rrini në shtëpi. Që është dhe një mesazh i fshehur për bandat kriminale, që do operojnë. Pra ti intimidon votuesin kundërshtar, mos dalit votojnë, ndërkohë që mobilizon votuesin tënd. Kjo harë diskutim, sepse gazetarët e Kronikës këtu ma kanë sqaruar që nëse grupet kriminale funksionojnë duke thënë edhe mos dilni të votoni. Ma kanë denoncuar këtu ditën për diell. Nga ana tjetër, ti hoqe paralele me atë se çfarë ka thënë kryeministri, po unë do të heq një tjetër paralele. Ambasada amerikane një harë kohor shumë shkurtër. Ndërkohë që thotë dilni votoni dhe votoni disa reagime. Nart sa herë ka reaguar, të paktën janë 5-6, dy herë janë në këto orët, kanë qenë orët e fundit gjatë ditës së jo djeshme, besoj se unë djes kam qenë po të premten, pashë në një herë kohor çutur edhe ka atë tipike për t'i nxitur, ku i thotë që dhe votën nuk ta... Është karakteristike në Shqipëri sepse përpara ditës së zgjedhjeve ka një proces parazgjedhor, si të themi, ku gjithë makineria elektorale shtetërore është angazhuar, si thua, për të kryer një paraproces që më pas shoqërohet me një bilans dhe një llogari të kryeministrit një ditë para zgjedhjeve, ku thotë ne do të marrim kaq mandate apo aq mandate. Ky është një paraproces në fakt i papranueshëm që nuk ndodh në asnjë vend të Europës. Nëse partia në pushtet, si të thuash, ka rezultatin e zgjedhjeve përpara se të kryen zgjedhjet, atëherë këtu SPAK jo vetëm që duhet të ndërhyjë në kuptimin që
presionit që mund të jetë ushtruar ndaj qytetarëve gjatë gjithë fushatës elektorale, qoftë me kërcënimin për një vend pune, qoftë me të gjitha mekanizma që të kanë, se të po të ndërpres, sepse më njoftojnë që në Elbasan ka një rast ku është luftuar policia për shkak se është fotografuar vota. Çka do të thotë, sa të bëhet gati Entela? Ne nuk heqim dorë nga ajo vota besnike. Kur them vota besnike, sigurisht që e ka me ironi që ne zotojmë votën, nuk di në këmbim të çfarë, se s'mund ta them këtë, të paktën tani, por nëse Entela do ta mundsoj edhe ndonjë intervistë atje me personin që ka denoncuar, do të ishte mirë, por ja ku niset edhe nga Elbasani kemi këtë fenomen. Nuk e di nëse është zotësia e Entelës, por ky është i pari denoncim që vjen publikisht paktën në ditën e sotme. Entela. Po, Aida, në fakt, ne raportuam në lidhjen e parë që çdo gjë ka nisur qetësisht në qytetin e Elbasanit, duket se nuk ka tension, por në fakt një problematikë nga vjen nga lagja 5 Maj, aty ku një qytetare tek të është drejtuar qendrës së votimit për të votuar, në këtë momente ka fotografuar votën e saj. Në fakt, djali i cili ndodhet në krahun tim të djathtë ka ndërhyrë me njëherë pasi e kanë konstatuar këtë fakt dhe ka lajmëruar kështu me njëherë policin, apo jo. Na shpjego pak çfarë ndodhi për gjithë ata që janë... Po, me një prezantim, të lutem, çfarë roli ka Entela? Dhe kush është? Na trego, fillimisht na thuaj pak, na bëj pak prezantimin tënd. E mbaj. Quhemi Pajani, jam komisioner i Partisë Demokratike, thot për votimet e ditës së sotme. Ishte ora 7 e mëngjesit, 7:30 e mëngjesit, apo ishte filluar votimi. Dhe vjen një zonë që fotografon votën, është kapur nga të komisionerët, si nga komisionerët e PD-s, si nga PS-s, kemi filluar një proces verbal, kemi firmosur të gjithë, kemi rënë dakord që zonja s'u pa nga të gjithë që fotografoj votën. Edhe kemi lajmëruar policinë. Po si e konstatuan, Entela, si e pa, se ajo është e fshet kur voton aty, tani që të kuptoj pak çfarë ndodh. Policia ishte jashtë, nuk e di. Dua të pyes pak, si e peti, sepse a nuk presupozohet që ajo është thuajse një dhomë gati e fshet. Zori telefonin, u shkrep, u dëgjua dhe blici që u shkrep foto, zonja pranoi me gojën e vet që po e bëra, unë po e bëra pa dashje, këto. Pra e ka pranuar vetë zonja, përveç se e ka patur jo... Unë largua, nuk është në fakt do të ishte nderë ku sa bënë policia, ku largua. Pra, zonja nuk shndroi deri në momentin që mbërriti policia. Besoj që tashmë është dhe identifikueshme për të pyetur dhe për të vijuar një hetim ndërkohë policia e Elbasanit për këtë rast. Qartë, e falenderoj. Kemi proces verbal, me foto, me emër dhe Unë të falenderoj shumë sepse gjetë kohën për të ndarë këtë informacion kaq të vlefshëm për ne. Unë të mbar dhe shpresoj pa incidente. Entela, është rasti i parë që na vjen në këtë mënyrë dhe që është dokumentuar, se u kujdes pra komisioneri Partisë Demokratike që të thoshte që jo vetëm ka dëgjuar foton që ka qenë me zhurmë, por dhe ka pranuar zonja dhe për këtë rast kemi një dokumentim. Unë nuk po të mbaj më gjatë, Entela, sepse do të pres të tjera komunikime, denoncime, kështu që po të përshëndes për ndërhyrjen me vend rastin konkret. Dhe rikthehem studio me të ftuarit. Kalimaj. Po ju e tha dhe vetë, ishte një tapyetje që unë kisha se si e kanë identifikuar duke qenë se është në brenda kutisë votimit, me sa duket blici, zhurma që ka bërë dhe fakti që ka pranuar zonja, por pyetja që shtohet në këtë rast se sa raste të tjera deri tani kanë ndodhur dhe jemi ende në orën e parë, domethënë të votimit. Dhe më bëj përshtypje se ka qenë dhe me zhurmë dhe ka pranuar, domethënë janë njerëz jo shumë të sofistikuar që unë se di si i kanë instruktuar për ta bërë një gjë të tillë, po kemi disa probleme. Ne çantëm kur shkojmë votojmë me lëm atje bashkë me telefonin, vetëm letrën dhe stilolap si marrim. U s'ka votuar ende, votuat ju, ke votuar? Jo, akoma se është orë të parë. Në ke votuar ti? Ne ishim këtu, hapëm televizionin. Kjo është maja e icebergut. Për shembull, Flamun Noka, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, dje denonconte rastin në në qarkun e Durrësit në fakt, ku punëtor, domethënë sipas mesazhit që kishte ardhur, kishte mbledhur pronari 300 ID të punonjës vetë. Tani kjo ngret për të verifikuar nga policia e shtetit apo nga BKH-ja. Mos ta kujto këto ID, se këto ID na lanë një viktim në Elbasan. Por pikërisht pra, domethënë këto janë shkallë pastaj të manipulimit në shkallë industriale, se domethënë dikush i fotografon thjesht votën e tij, dakord është jashtëzakonisht e dënueshme, ai e bën këtë gjë sepse natyrisht duhet të jap llogari atij që i ka paguar votën. Ne e dim se si funksionon Shqipëria, po kur bet votimi familjar, jashtëzakonisht e dëmshme dhe ndaluar nga kodi zgjedhor, po kur bet fjala në shkallë industriale, pra të mbledhësh ID-t
me thënë të punojnësve, dhe kjo është pasaj shumë shqetësuese. Ardi, nuk e di nëse ke një argument, po më njoftoj nga regjia që në Durrës ka një tjetër fenomen. Nuk lejohen kolegët gazetarët e akredituar që të filmojnë. Tani që ta shpjegojmë mirë se çfarë është, më lejo që të shkoj me Ervinën dhe pastaj do ta jap fjalën për të dyja rastet, edhe për Elbasanin edhe për Durrësin. Shkoj me Ervina Garon. Ervina, çfarë po ndodh atje? Atëherë ne jemi pozicionuar pikërisht në qendrën e votimit që ka pasur problematikën që përmendët edhe ju, bëhet fjalë për qendrën 1494, jemi në zemër të qytetit bregdetar, në Pallatin e Kulturës, ka pasur një debat midis komisionerëve dhe gazetarëve pasi nuk lejohen të filmojnë brenda qendrës votimit. Pretendimi i parë ka ardhur nga përfaqësuesi i Partisë Socialiste në komision, për vijuar pastaj me gjithë komisionerët e tjerë, të cilët kanë pretenduar që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka sjellë një urdhër për të mos filmuar. Megjithatë, duke i kërkuar këtë urdhër, ka pasur rreshtje dhe problematika më tej është zgjidhur. Ndërkohë do duhet të theksoj që në të gjithë Durrësin, problematika që mbizotron deri në këtë moment është fakti që ka nisur me disa minuta vonesë procesi i votimit. Tani Ervina, pse nuk ju lejojnë ju kur jeni të akredituar që të filmojnë? Dhe si keni reaguar? Dhe çfarë ju kanë thënë? Dhe kush ishte aty përballë jush që nuk ju lejon? Se kuptoj shumë qartë këtë, ndoshta këtu nga Tirana, nga studio, na duket pak ndryshe, ju atje keni më të prekshme, kështu që kam mundësinë të kuptoj se çfarë po ndodh nëpërmjet jush. Po, ka pasur një pretendim nga komisioneri i Partisë Socialiste që ka një urdhër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të mos filmuar brenda qendrave të votimit. Nga ana tjetër, gazetarët janë shprehur dhe kanë pretenduar atë që në fakt është e drejtë që janë të akredituar dhe lejohen pikërisht për këtë arsye të filmojnë, por ndryshe nuk do të ishin të akredituar. Ka pasur tension dhe problematika, e mëtej duket se komisionerët janë dorëzuar sepse nuk ka realisht një urdhër nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të mos filmuar brenda qendrave të votimit. E kuptova. Mirë, Ervina, prestë. Po. Do të më lejosh të lutem të flas edhe për diçka tjetër? Patjetër, se jo gjithçka ne e hamundsojmë këtu, kështu që do të merrni të gjithë kohën nëse keni informacione. Po. Përmenda problematikën që mbizotron në të gjithë Durrësin, ka të bëjë me atë pajisjen pej, pra identifikimin e votuesve që ka hasur në disa qendra votimi pikërisht mos funksionimin e saj dhe kjo ka vonuar procesin. Nga ana tjetër ka pasur vonesa, por edhe mungesë të komisionerëve, flaskim për zonën e Manzës, megjithatë për shkak të kurumit ka nisur procesi aty, pavarësisht mungesës të komisionerëve dhe do duhet thënë që në të njëjtën kohë ka aktualisht, siç kemi informacionin e fundit, një bllokim të procesit të votimit në 2 nga qendrat e qytetit pikërisht për shkak të mos funksionimit të pajisjes. Besoj që do të zgjidhet më tej, ne do ta përcjellim se si do të jetë eturia. Faleminderit, Ervina, do të jemi sërish me ty në bazë të informacioneve që kemi nga terreni. Ardi, 2 momente. Do kemi dhe planet ndërkohë. E nisim nga ajo e para që gazetarët e akredituar pas kanë shqetësuar komisionerët atje. Unë e thashë në fillim, integriteti i procesit do të tregoj shumë çka mbi standardet që do kemi në këto zgjedhje dhe kjo do të na kushtëzoj sigurisht edhe në atë që të gjithë e konsiderojmë si procesin jetik të Shqipërisë në Bashkimin Evropian që ka të bëjë me afrimin më tej dhe siç thotë kryeministri hyrjen të paktën deri në 2030 në BE. Do të dëshmojnë në këto zgjedhje se sa i deformuar do të jetë vullneti i shoqërisë shqiptare në kutitë e votimit. Dhe një proces i deformuar sigurisht që do të ishte me pasoja edhe për konfigurimin politik Bashkimi Evropian nis dhe nga standardi i zgjedhjeve. Pasaporta europiane, po më thua, nis edhe nga ajo se çfarë ne jemi në gjendje të bëjmë dhe të demonstrojmë, se si ne e shprehim vullnetin qoftë nga pjesëmarrja deri tek infrastruktura që është shumë e rëndësishme. Më shqetëson kjo që shikoj pas krave tonë. Gazetari që tund Bexhin për treguar që shiko zotëri se mua më lejohet këtu, tani ne si jemi në diktaturë që mos lejosh kolegët që të bëjmë punën e tyre, por gjithsesi shpresoj të jetë shumë sporadike. Ky mund të jetë një incident sporadik, megjithatë besoj që edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në alarm për të shpëtuar një proces që minimalisht duhet të certifikohet nga OSB Odiri. Dhe
Prapë e them, këto zgjedhje do dëshmojnë dhe do të tregojnë se sa politika i fut duart në kutitë e votimit, jo në momentin kur votohet, por në një proces të parapërgatitur muaj me radhë përpara se të mbrim në ditën e votimit. Dhe druaj se po e përsëris, 11 maj nuk do të na çojë një shkallë më lart në atë që të gjithë presim ose synojmë standardet zgjedhore. Ka shumë vende të rajonit përreth nesh dhe mund të marrim shembull Kosovën, ku zgjedhjet janë të një standardi shumë herë më demokratik. Rezultati atje, s'ka. Shumë herë më demokratik se sa në Shqipëri dhe kësaj edhe politika ka një tjetër raport si me institucionet, si me votuesit.